A 2 muaj që është mellur. Shumë dëm të ftohtit. Shlirim bali nga bale. Fermer. 25 vjetë fermer. Tani ftohti ka bërë demet jashtëzakonshme. Kemi mbjellur këtu 2 dëlym domate, 2 ca, po 2 thuaj. Shpenzimet e kësaj kanë shkuar gati 5-6 milion lek. Tani, si që shikoni vetë ju, këtu ka mbaruar punë çdo gjë. Duhet fillojmë nga para. Po që të fillosh nga para do lek. Ne s'kemi asnjë lloj ndihme, asnjë lloj gjë nga shteti. Vetëm që marrim 5 litra naftë për dëlym. Toke, gjë s'është asnjë gjë fare. Tani iku kjo. U dogjëm dhe me lagrën. 5 dëlym lagër, s'ushqit asnjë kokër. U hodhën gjitha kanal. Tani se di ç'a them unë. Tu tani është bërë për tikur nadën. Kjo është bujqësia Shqipëri. Kjo është viti 3 që ne dalim me humbje, po si vjetë është humbje jashtëzakonshme fare. Kemi gati 3 vjetë që s'marrim asnjë lek. Prodho, hidh, nro lekët, asnjë kokër leku. Tani nuk e dim se çfarë do të bëjmë edhe. Nuk e dim, a hyn mall nga jashtë, a ça, do gjëra ne nuk e dim. Rofshi. Në muajin shkurt, tu kjo domate bëhesh gati për treg. Dhe që shikoni, kemi punuar pastër, pa pesticide, pa gjë, me blet, kemi futur dhe bletën, si e si tjetë malli sa me bio. Dhe, qa të them unë, s'kam qa them me pastaj. Ju i shikoni vetë punë të tjera. Problem juaj është mungesa e tregut, pasi ju nuk... Tregu di dhe, tregu ka mbi 3 vjetë që vetëm bënd të poshtë. Edhe herë faleminderit. Po punojnë tamam ata si që punojnë. Hormon, nuk pusim hormon.